Në këto momente, je ti që duhet vendosësh kush do t'jetë finalisti i dytë i këtij edicioni. Emri i parë është emri i Eglit. Dyzimet e Rozanës qëndrojnë tek Egli. Prandaj ajo e tha dhe të parin, sepse do të qartësoj vendimin e saj në lidhje me pozicionin e Eglit shtëpi, sepse ndoshta ja ka frikën, ndruhet nga Egli. I ishte i vetmi emri që i kishte ngelur nga ata që ka shpallur vetë si finalist, ata që mendon vetë si finalist. Zgjedhja e dytë, Laertin, më mirë se me çdo antar tjetër do ishte Laerti. Nuk ka bërë këto ndërhyrjet, protagonizmat shumë të dukshme. S'është e kollajt, dhe ai vogli do bëj çmos sepse ai është majmun, do dali para kamerave, votoni Eglin, votoni Queenin, bëni kështu, bëni ashtu. Finalistja e një zot mall e meriton. Ke pas super dinamik tron këtu më o bab. Sa lutu deri këtu. Sa shkërravitja o këtu. Tani as vlerësuan, nuk vlerësuan ata që i folin pa lidhje. Ma pritur gjesti për t'u treguar i mirë nga publiku, i doli në din Valbonës dhe i thriste mbështetësve të vet votoni për Valbonën. Nuk e dëgjuan mbështetësit sigurisht. Dhe pse beson që do e dëgjojnë tani për Eglin? Finalja po na pret, Laerti me ti vet. Bo, të dy bashkë, dhe njëri dhe tjetër. Unë Laertin e shoh finale. Dhe unë e shoh finale për personazhin që ka. Pra emrin e ka kap gjithmonë. Mos harroni që të ballë Eglit, në bazë se cila ka gënjur aq shumë në të shtëpisë, aty s'ta merr mendja. Dhe unë mendoj që këto 2 ditë Egli Tago do lidhet me Xhestin. Do jetë një garë e vështirë për të dy. Ta themi trot që s'ka bërë asgjë këtu. Ka pas vetëm atë momentin që shkoi kokë me Valbonën. Ai ka qenë i vetmi moment që ka pat dinamikën që pati. Erdhe këtu se s'do merre me atë. Doli boja. Që merresh me atë. Egli erdhi për të vënë në vend buzëqeshjen dhe dinjitetin. Vetëm atë s'po vënë në vend. Ne më të mirë nuk jeni. Më të mirë nuk jeni. Ato që kam thënë ti thon ti kam thënë. Rikoherente asaj që ke thënë. Kjo është ajo futballja që do t'i heqi Laertit një gur nga këpuca. Ke vajt në shtëpi, ke marrë informacionin dhe erdhe këtu për të ngritur lojën e ti. Jo për lojën tënde. Dhe e ke thënë se po flinte gjuhë. Unë di shumë mirë që Gjesti uron Egli të mos fitoj, që të ketë inat dhe të vazhdoj debatet. Ja ke thënë fjalën ti këtu. Malsori bës. Ja ke fjalën. Të doli në klip. Ç'do duhet ty, mo, ç'do duhet ty, mo, ç'do duhet ty. E ke gabim. Kush është? Egli mua më përqafoi, më tha nuk do zihem me ty. Thash mos kam se zihem unë me ty, nuk kam gjë. Sot erdhi më kujtoi çfarë ka thënë ditën e 65, sot jemi dita 106, u bën të 40 e asaj gënjeshtrës që tha. Dhe sot e ringjalli prap. Ke parë gjollat e këmbët. Çfarë thua Egli? Thash prapë the këtë. Po normal tani të mungon do s'kes kenar. Ja kam thënë Laertit këto gjëra, edhe për këmbë të dhunuara që mi shikonte dhe eksitohej kur shikonte nxjerrjet e mia ja kam thënë. Është hipokrizia që bën ti këtu. Që hoqe ripi të nxjerrjen në nominim Rizartën, që pranove të merrte Rizartën e Krevat. Në mes të Krevatit, që i the unë jam e shtata, që i the shupis, jam mazokiste, më pëlqen të më keq trajtoj, të po bën, po i duar troket lojën, dhe ai të ka marrë në qaf, të ka marrë në qaf. Kapaciteti Laertit ky është në lojë. Laerti gjithkohës ka luajtur me duart e Rozanës, nuk ka luajtur vet. Asnjëherë ndihet i dyzuar për pozicionin e tij në finale. Nëse fiton Laerti nuk ka meritokraci. Mes ne të dyve, jo. Më duhet të jem realiste me realitetin ku jetoj dhe mendoj që po, dinamikën e kam patur shumë herë më të fortë.